Mirëditë të nderuar miq, sot jemi në videon e radhës ku sot praktikisht do flasim për pasuritë e palujshme, situatën aktuale, çmimet aktuale, tregun aktual dhe në gjithë këtë situatë duhet të sqaroj diçka të cilën është mirë ta dini secili juve, qoftë shit, qoftë blerës, të cilët po mendoni se do ketë një luhatje tregu dhe do ketë një ulje çmimesh. Se pari pasuritë e palujshme, si në Republikën e Shqipërisë, si në Europë, si kudo në pranim, janë një që quhet market i pasurive të palujshme. Duke qenë se Shqipëria nuk është në marketën e pasurive të palujshme, ka një market të shregullt, ka një market i cili vendoset nga disa grosistë të mëdhenj të cilët automatikisht ndoshta në përllogaritjen e shumë metrat kur janë kompanitë të cilët ndërtojnë mbi 15.000 metra, normalisht do vendosin një çmim stabil të cilin do ja diktoj klient të blerës, por e thanë në përkthimin e gjuhës ekonomike nuk ka ulje çmimesh. Ju lutem, do thosha për të gjithë blerësit në Republikën e Shqipërisë, qoftë me remitanca nga jashtë, qoftë nga brenda, qoftë të investitorëve të shtëpive të dyta, të treta, qoftë të investitorëve të cilët janë në kërkim për të pasur një lloj pasurie për investime afatgjatë, nuk duhet të ngatrojmë bllokimin për momentin me uljen e çmimeve. Ju them sepse bllokimi ka ardhur nga disa faktorë dhe këta faktorë përcaktojnë edhe çmimin kërkesë ofertën, që do të thotë bllokimi pronën e lakshëve, siç e kam thënë në video tjera, deri në 42-45%. Por e rëndësishme është që të kuptoni sepse në çdo kohë tregun e pasurive të palujshme janë disa faktorë që vendosin. Faktori i parë i cili nuk ka ulje çmimesh është sot krahu i punës i lartë, siguracionet e larta, overtime të punës që bën janë me dyfish pagesën. Rregulli ka diktuar të cilin të bëhen ndërtime bashkohore me fasad ventiluar, me 2-3 elevator ascensor, me hold pritje, me siguri shumë të madhe në lidhje me tërmetet që sot kërkohet një kontratë deri në 8.3 ball, të cilat ndoshta një pjesë e madhe ju jemi sigurt se nuk jeni ndjeni çdo të thotë, dhe këta sot do sqarojmë një herë tjetër. Pra, kompanitë që nga kontrolli sismik i ndërtimit deri tek mbarimi i pallatit është një kosto shumë e madhe. Nuk ka më çmime të cilat variojnë nga 500, 600, 700 të cilat kërkohen. Ju e dini sepse nga 8% taksa, 3% është taksa e të pastreve të cilët bashkia e çdo Këshilli Bashkiak i çdo qytetit të Republikës së Shqipërisë e vendos automatikisht me zbardhjen e lezë me pagesën paraprake. Mos harroni se kemi nga 38 deri në 42% janë përqinet e trojve të cilat merren për të bërë zhvillimin e ndërtimit aty. Mos harrojmë që nga gropa do futen pilotat, do bëhet mbi apo minimumi do bën rreth 3 kate nën tokë, minus 3 kate, të cilat kanë një vlerë dhe një kosto shumë të madhe shpenzimi. Prandaj ju lutem, do kërkoja nga juve që çdo kush që do të blejë mos hezitojë të vazhdojë të blejë. Mos hezitojë të drejtohet bankat nivelit 2 të Republikës së Shqipërisë. Mos hezitojë të drejtohet kompanive siç është kompania Billion G&G Group, brokerëve me një staf shumë të përgatitur sot për të pasur një lloj garancie në investimet tuaja të cilat sot juve jeni në kohën më të mirë për të investuar. Mos harroni se turizmi është në një që quhet zhvillimin ndër më të mëdhenj historik shekullor të Shqipërisë. Prandaj dhe kërkesat për shtretër dhe bukin janë shumë të mëdha, kërkesat për qira janë shumë të mëdha dhe kërkesat për investime të shtëpive të dyta dhe të treta janë shumë të mëdha. Ju lutem, një telefon jemi larg 069 20 33 500. 069 20 33 500 dhe gjithçka është zgjedhur për juve në çdo kohë të cilën juve qoftë me kredi, qoftë me cash, me remitanca të ardhura nga transferta nga jashtë, qoftë edhe me kursimet e juaja tjetës të cilën i keni të futura në bankë, qoftë edhe trashëgimit tuaj të cilët i ktheni në kapitale, drejtojnë kompanisë Billion G&G Group Real Estate Investime dhe ju premtoj se do gjani zgjidhjen më të mirë për të investuar në zonat më të mira dhe në zonat me facilitetet më të mira sot ku kërkohet në Tiranë. Ju përshëndes dhe ngelim në videon radhës.